Gjesti akuza Jozit, po kopjon lojën time, më ke parë nga jashtë, ja çfarë ndodhi. Gjesti është përfshirë në një debat të ashpër në ditën e sotme me Joz Markun. Banori nga Kosova e ka akuzuar se po kopjon lojën e tij me rikthimin në shtëpi, pasi një herë u përjashtua vetë nga Gjesti. I njëjti tha se e ka parë nga jashtë dhe tani po bën të njëjta gjëra që po bën dhe ai. Jozi nga ana tjetër e mohoi këtë e kundërshtoi këngëtarin për atë që deklaroi, teksa Gjesti u drejtua me fjalët: "E ke parë jashtë dhe ke ardhur të bësh lojën time, e ke vjedhur stilin tim", i tha Gjesti, teksa Jozi u kundërpërgjigj: "Sa këndoj unë, ti nuk mund të këndosh për 5 muaj. Unë kam ardhur nga jashtë, por kam vendosur të tregoj veten time të vërtetë. Ti nuk je kërkushi, ik, ju kundërpërgjigj Jozi", teksa Gjesti edhe në një bisedë të bërë për Jozin me Eglin e ka diskutuar këtë temë, teksa ka thënë se ka parë se Jozi është ngritur shumë. Duket se intuita e Gjestit nuk ka gënjur pasi Jozi edhe në një sondazh të fundit të bërë për Big Brother VIP, teksa po i afroi me gjysmën finales, e shohin Jozin si një ndër banorët më të votuar, teksa duket se marrëdhënia me Loredanën, por edhe sjellja ndaj banorëve të tjerë i ka ngritur shumë pikë. Së fundmi duket se edhe prindrit e Loredanës kanë reaguar nga ky ndryshim i Jozit, duke thënë se tani më janë të gëzuar me sjelljet e këtij të fundit edhe ndaj vajzës së tyre, teksa si për të çuditur nëna e Loredanës në një intervistë pas hyrjes në Big Brother, tha se edhe babai i Loredanës ka ndryshuar mendim, edhe pse nuk e beson 100%, u shpreh ajo. Ndërkohë fansa të tjerë të Gjestit kanë thënë se e gjitha ndarja dhe ribashkimi me Loredanën i Jozit ka qenë një gjë e llogaritur dhe tani më që po i afrohen finales, dyshja kanë vendosur të ribashkohen për të shkuar në finale.